Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi krishter ortodoks. Në këtë emision së bashku me ju duhet të flas për të dielën e kryqit, që është e diela e tretë e kreshme të mëdha, ku ne krishterë ortodoks jemi thirrur në këtë të dielë që duke vajtur në kishë të përballemi me kryqin e Zotit dhe t'i falemi, ta nderojmë atë, ta puthim atë, ta përqafojmë atë. Dhe një pyetje, pse nga kisha vendoset kryqi i shenjtë, pra kryqi i Krishtit, në këtë të dielë që është në mes të kreshmës. Kryqi vendoset në mes të kreshmës për të dhënë besimtarëve forcë dhe fuqi dhe për t'i dhënë kuptim atij udhëtimi të bekuar të kreshme të mëdha. Të dashur të krishterë, ne jemi duke bërë një udhëtim të bekuar, por dhe të vështirë, sepse kreshmët e mëdha janë kreshmë asketike, pra janë kreshëm të cilat janë më të forta se kreshmet tjera, madje sipas traditës së kishës dhe për ata që kanë shëndet dhe mundësi, është një kreshëm pa vaj dhe pa verë gjatë gjithë ditëve të javës, përveç të shtunë dhe të diel. Është një kreshëm që jo vetëm heqim dorë nga ushqimi bashkëtazore dhe në produktet, por edhe sasia e ushqimit po ashtu është më e pakët, dhe është një kreshëm pra që ne bëjmë një asketizëm intensiv. Kjo patjetër edhe të lodh, pra ndonjëherë për shkak të rutinës ne mund ta ndjejmë këtë lodhje dhe kreshma fillon edhe humbet kuptimin e saj. E humbasim edhe fuqinë për ta vazhduar kreshmën dhe vjen dhe tundimi që mund ta minimizojmë kreshmën ose edhe mund ta lëm fare kreshmën sepse nuk na duket ndonjë gjë shumë e madhe, ndonjë ndryshim i madh ose ndonjë tradhti e madhe për besimin. Por prandaj dhe kisha duke pasur përvojën e saj dhe duke ditur çfarë ndodh te njeriu, te shpirti njerëzor, atëherë në mënyrë pedagogjike na i vendos kryqin e Krishtit në mes të udhëtimit të kreshmës. Dhe na i vendos pra, siç tham, për t'i dhënë kuptim kreshmës, për të marrë fuqi nga kryqi i Krishtit. Ashtu si një udhëtar që lodhet në mes të rrugës dhe pushon nën hijen e një peme, edhe besimtari, duke u lodhur në këtë udhëtim asketik kreshmor, pushon nën hijen, ose më mirë themi nën forcën e kryqit të Krishtit, i cili është në mes të kishës të diel, që quhet dhe e diela e kryqit. Kisha këndon në këtë të diel: o Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, doroje shpresëtare fitore mbi barbarët, doroje shtetin tënd me anën e kryqit tënd. Pra, e këndon këtë tropar duke nxitur besimtarët t'i afrohen dhe të përshëndesin, ta nderojnë, t'i falen, ta puthin kryqin e Krishtit. Patjetër, kjo e diel ka kuptimin e saj, sepse kryqi përveç se është një stacion çlodhje, ai ka dhe tre gjëra kryesore që na i kujton. E para na kujton sakrificën e Krishtit. Zoti Krisht u kryqëzua në kryq për shpëtimin e botës. Dhe çfarë thot edhe Apostulli Pavli në letrën e drejtuar Galatasve: nuk do të mburem me asgjë tjetër vetëse me kryqin e Zotit Isu Krisht. Pra, ashtu si Krishti u kryqëzuar për ne, edhe neve të krishterët, që jemi të bashkuar me Krishtin me anë të pagëzimit që është vdekja dhe ngjallje në Krishtin, edhe neve thirremi të kryqëzojmë veten tonë, që do të thotë jo se duhet vendosemi në një dru dhe të gëzhdojmë duar dhe këmbët, por të kryqëzojmë mëkatet, pasionet, dëshirat, egot, çdo gjë që na ndan nga Zoti, pra të kryqëzojmë atë unin ton të sëmur dhe ta bëjmë kryqin busullën orientuese drejt kryqit, drejt Krishtit, sepse edhe Zoti ta kush do të vinë mbas meje të moj vetën, marr kryqin e tij e të më ndjekë pas. Prandaj dhe, siç thash, edhe Apostulli Pavli thoshte nuk do të burem me gjë tjetër veç se me kryqin e Zotit ton Isu Krisht. Çdo i krishter pra është i thirrur për të marrë kryqin e tij dhe ta ndjekë Krishtin në rrugën e sakrificës. Pra, ne dëshirojmë të shkojmë në parajs, por e para njëherë ne dëshirojmë të shkojmë tek Zoti, sepse parajsa pa Zotin nuk ka kuptim. Kështu që të shkojmë tek Krishti, ne duhet të ecim në gjurmët e Krishtit. Dhe Krishti përpara se tynte në lavdinë e përjetshme, si perëndi njeri, ai kaloi nga rruga e Golgothas dhe kaloi nga kryqi, nga vdekja dhe pasaj te ngjallja. Kjo është rruga që duhet ndjekim edhe neve. Prandaj e përsëris dhe njerë
fjalën që tha Zoti, nëse dikush do të vinë pas meje, le të moj veten të marr kryqin e të më ndjek pas. Kështu që në këtë ditë ne kujtohemi për këtë thirrje që na ka bërë Zoti, që duhet mbajmë kryqin ton, që është dhe duhet bëhet kryqi i Krishtit. Kjo është arsyeja që nuk mund të ketë krishter ortodoks pa mbajtur kryqin e qafë, por nuk mund të ketë krishter ortodoks pa bërë shenjën e kryqit, dhe nuk mund të ketë të krishter ortodoks pa bërë një rrugë kryqi për të vajtur te Krishti. Por edhe diçka tjetër. Kryqi është fitore mbi mëkatin dhe vdekjen. Kryqi nuk është vetëm vuajtje, ai është fitore dhe jetë, sepse Krishti kur ishte në kryq, ai mundi 3 armiqtë e njeriu, që është djalli, është mëkati, është dhe vdekja. Prandaj edhe neve kur jemi në rrugën e kryqit, i mundim ta 3 armiq që janë armiqtë tanë të përbetuar. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintasve. Fjala e kryqit është marrëzi për ata që u mbasin, po për ne që shpëtojmë është fuqi e Perëndis. Pra, ne marrim fuqi nga kryqi, që është fuqia e Krishtit, që në kryq ai i mundi armiqtë e tij. Ashtu siç tha dhe Udeve, dhe kur ta lartësoni birin e njeriu, do ta merrni vesh se un jam Zoti pra. Shikoni çfarë thon etrit e kishës për kryqin. Shonja Gojarti, ky shenjtor i madh i shekullit 4, thot kryqi është shpresa e krishterëve, ringjallja e të vdekurve dhe plaga e demonëve. Kurse Shën Efrem Siriani, kjo shënari i dëgjuar, thot me kryqin u shkatrua vdekja dhe u hap përsëri parajsa. Dhe Shën Grigor Pallamaj, ky ati i madh i kishës, i shekullit 14, thot kryqi është lavdia e Krishtit dhe mbrojtja e besimtarëve. Pra, mesazhi kryesor në këtë ditë është që na kujton që rruga e kreshpimit është rrugë kryqi, është pra rrugë mundimi, rrugë vuajtje, të vullnetshme flasim, rrugë disiplinimi dhe rrugë, si them, të mohosh veten tënde mëkatare. Pra është një rrugë kryqi. Por kjo rrugë e kryqit na çon në ringjallje, ose më mirë të themi në takimin me Krishtin e ringjallur. Nëse ne nuk takojmë me Krishtin e kryqëzuar, duke bërë rrugën e kryqit për te Krishti i kryqëzuar, patjetër që ne nuk do të takojmë Krishtin e ngjallur. Kjo është shumë e rëndësishme, të dashur të krishterë. Dhe shumë etër të kishës na kanë folur për rëndësinë e kryqit, sepse kryqi pra është jo vetëm emblema e kishës dhe shenja e neve që jemi të krishterë, por kryqi është një domosdoshmëri e panegocueshme. Ne nuk mundet do ta heqim kryqin e Krishtit dhe të quhemi të krishterë. Nëse një kish e heq kryqin nga ndërtesa, ai nuk është më kish e Krishtit. Po ashtu edhe nëse ne si krishterë heqim kryqin nga qava, po ashtu ne nuk mund të prezantohemi si të krishterë, por dhe nëse ne shmangemi nga rruga e kryqit, prap ne nuk po shkojmë te Krishti. Shën Grigor Pallamaj, pra e përsëritëm që është një nga shenjtorët e mëdhenj, etrit e mëdhenj të kishës shekullit 14, dhe të tjerë etër të kishës, thonin që kryqi nuk është vetëm një ngjarje historike që ka ndodhur një herë, pra kur është kryqëzuar Krishti, por në realitet është e prekshëm për çdo besimtar. Pra çdo besimtar përjeton kryqin e Krishtit në masën e besimit dhe të përpjekjes së tij. Kur Krishti u kryqëzua, ai mori me vete mëkatet e botës, jo vetëm të asaj kohe, po të gjithë njerëzimit, nga Adami, te njeriu i parë, deri te njeriu i fundit që do lindë dhe do vi në këtë botë. Prandaj, vetëm me anë të kryqit u shlyen mëkatet tona, nuk ka rrugë tjetër. Sado që filozofit, fet para Krishtit, por dhe mbas Krishtit, janë përpjekur të gjejnë forma dhe metoda alternative, edhe sakrifica sublime njerëzore ose në kafsh, për të falur mëkatet, të gjitha janë të pavlefshme, sepse mëkati i njeriu lahet me gjak, por jo me gjakun e kafshëve ose aq më tepër dhe me gjakun mëkatar të njerëzve, por lahet me gjakun e qingjit Perëndis, që shlyen mëkatet e botës, që është Isu Krishti, që u kryqëzua në kryq për të marrë mallkimin ton, sepse i mallkuar është ai që varet në dru. Kështu që ai që ishte bekim u bë mallkim për ne që ne të bëjmë drejtësi e Perëndis, thot apostulli Pavli. Kështu që nuk ka rrugë tjetër për të falur mëkatet vetëm nëpërmjet kryqit të Krishtit. Dhe kjo na vendoset përballë që na thot neve
krishterëve, por dhe gjithë botës, që duhet vini tek mua, duhet pranoni veprën time shpëtimtare në kryq që t'ju falen mëkatet tuaja. Prandaj edhe i krishteri gjatë kësaj periudhe kryqëzon veten e vet. Si? E kryqëzon veten e vet me pendim, me rrëfim, pra e mund veten e vet, e përul veten e vet, e rrëfen mëkatin e tij përpara Atit shpirtëror. Kërkon falje atyre që ka bërë keq dhe vazhdon dhe kreshmon dhe agjeron, jo thjesht vetëm nga ushqimi, sepse kreshma dhe agjerimi nuk janë dietë dhe grevurie, kemi thënë, por kreshmon dhe agjeron nga mëkati. Dhe kështu ai përjeton nëpërmjet rrugës së kryqit, përjeton gjalljen e Krishtit. Prandaj dhe etrit e shenjtë e quajnë këtë, si them, këtë të diel si një mundësi që bashkim me vuajtjet e Krishtit që sjellin ringjalljen shpirtërore dhe pastaj trupore në ardhmjen e dytë të Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë ndodh ajo që neve ta shikojmë kreshmën thjesht si një dietë ushqimore dhe të mendojmë se duke ngrënë ushqime pa vaj ose perime e tjera, thjesht jemi okay me Zotin. Dhe neve tashti e bëm detyrën dhe nuk kemi çfarë duhet bëjmë. Madje duhet presim edhe merita, duke i thënë Krishtit, unë hëngra fasule pa vaj gjatë gjithë kësaj kohe ose perime pa vaj e tjera dhe tani ti më jep si të them shpërblimin, më jep kurorën, por jo të dashur krishterë. Ne nuk bëjmë dieta ushqimore, as për dobësim, as për të hequr kolesterolin e gjitha. Pavarësisht se kreshma ndihmon, por nuk është kjo. Kreshma është që duke filluar nga abstenimi i ushqimeve të abstenojmë mëkatin dhe pasionet. Prandaj na vendoset kryqi, që t'i japim kuptim kreshmës, të kryqëzojmë mëkatet dhe pasionet tona. Shën Johan Gojarti thotë, çdo i krishter që merr kryqin e tij me dashuri, merr pjesë në lavdinë e Krishtit. Që do të thotë, në rrugën e kryqit, përballë kryqit, neve si qenie njerëzore nuk degradohemi, nuk humbasim. Përkundrazi, pavarësisht se armiqtë e Krishtit kur e kryqëzuan Krishtin kujtuan se duke e kryqëzuar Krishtin do ta turpëronin atë, do ta mallkonin atë, siç ata thanë kryqëzoje, shanin dhe mallkonin dhe quanin si them të dënuar nga Perëndia. Por Krishti kur ishte në kryq ishte në lavdi. Ishte duke mundur armiqt dhe ai triumfoi me ngjalljen e tij. Kjo ndodhet te krishteri. Kur i krishteri bën rrugën e kryqit, në sy të tjerëve ai duket sikur është i munduar, sikur është i mohuar ose është një qenie e degraduar. Përkundrazi, brenda fuqisë mistike të rrugës së kryqit ai ka lavdi. E atë lavdi e ka të brendshme derisa një ditë Perëndia ose në këtë jetë kur ai të fitoj përurësinë, por në ardhmën e dytë të Krishtit do duket e përbotshme. Prandaj rruga e kryqit nuk është një rrugë thjesht denigrimi ose humbje, shkatrimi dhe vdekje, por është rrugë lavdie, sepse nga kryqi shkojmë në lavdi, nga vdekja në Krishtin shkojmë në ngjalljen e Krishtit dhe në triumfin duke fituar jetën e përjetshme. Prandaj kryqi është rruga që na çon drejt Zotit dhe kreshma që bashkohet me kryqin është rruga që na mëson të vëmë kufi për epshet e trupit, të pendojmë për mëkatet tona, dhe të fitojmë atë paqen e brendshme. Kreshma duhet të fuqizohet nga kryqi dhe kryqi i Krishtit duhet të jetë udhërofyesi ynë drejt rrugës kreshmore në bashkim me Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Por le të flasim edhe për diçka tjetër. Mesazhi i kësaj dite është mos u lodh nga agjerimi, kreshmimi, pendimi, por merr fuqi nga kryqi. Mbaje kryqin e vetët çdo ditë. Çdo vështirësi mund bëhet mundësi shpirtërore. Dhe përpara vuajtjes vjen ringjallja. Pra ne e shijojmë ringjalljen, jo thjesht kur të ngjallemi trupërisht, por shpirtërisht e shijojmë që në këtë jetë kur neve ecim me kryqin e Krishtit, në rrugën e kryqit, neve përjetojmë edhe fuqinë e kryqit dhe përjetojmë atë pra ringjalljen e Zotit. Dhe kështu ne përgatitemi për Pashkë. Në thelb,
kryqi në mes të kreshme është si një shenjë drite në rrugën tonë. Kur ne shohim kryqin, na kujtohet se vuajtja ka kuptim, kreshma ka kuptim, agjerimi ka kuptim, dhe se Zoti është pranë nesh në çdo hap në këtë udhtim kreshmor që është një udhtim kryqi. Por le të flasim edhe diçka tjetër. Etrit e shenjtë thonë, kryqi nuk është vetëm vuajtje, ai është dritë dhe shpresë, pra, dhe e shpjeguam atë, dhe etrit e kishës na këshillojnë që të vazhdojmë rrugën e kreshmimit dhe të agjerimit duke pasur atë shenjën e kryqit. Jo vetëm si shenjë simbolike, por në kuptimin, në misterin që ka kryqi i Krishtit. Dhe diçka tjetër, neve mund të mbështetemi për ta kuptuar më mirë këtë të dielës së kryqit, duke ju referuar thënieve të shenjtorëve, që janë thënie plot teologji, pra plot kuptime në lidhje edhe me kryqin. Shën Grigor Pallamaj thot, kryqi është lavdia e Krishtit edhe buroja e besimtarve. Ai që mban kryqin me dashuri nuk friksohet nga asgjë. Shën Jan Gujarti thot, çdo i krishter që merr kryqin e tij me dashuri, merr pjesë në lavdinë e Krishtit. Kryqi është shpresa jonë dhe drita në errësirë. Shën Efrem Siriani, me kryqin u shkatrua dhe u hap përsëri parajsa. Kush e ndjek kryqin nuk humbet, por gjen jetë përjetshme. Shën Athanasi ma thot, kush nuk do të mbaj kryqin e vet, nuk mund ta ndjek Krishtin. Kush nuk përjeton vuajtja me Krishtin, nuk mund të gëzojë edhe ringjalljen e tij. Shën Qirili i Jeruzalemit thot, kryqi është shenjë dashurisë së Perëndisë. Ai që sheh kryqin me besim, sheh përjetësinë që pret pas vuajtjes. Dhe pra, në thelb të gjithë thëniet e shenjtorëve janë ato që ne thamë më sipër, dhe ata i kanë përmbledhur në mënyrë koncize për të na treguar pra atë kuptimin teologjik të kryqit të Krishtit dhe të mbajtjes së kryqit të Krishtit, duke bërë kryqin ton, dhe të rrugtimit të rrugës së kryqit, sidomos në këtë periudhë kreshmore. Dhe duhet kemi kujdes të dashur të krishterë, në qoftë se ne për shkak të padijes, pabesisë, dobësisë, neve mohojmë kryqin. Ose në një farë mënyre nuk japim rëndësi bërjes së kryqit, ose në një farë mënyre nuk e mbajmë kryqin, e heqim kryqin. Duhet dim se bëjmë një gabim shumë të madh, sepse thamë që kryqi nuk është thjesht një simbol i rastësishëm ose i çfarëdoshëm. Në momentin që Krishti u kryqëzua në kryq, kryqi u bë shenja e birit të njeriut, u bë shenja e Krishtit. Pra, kur ne shikojmë kryqin, na shkon mendja te kryqi. Por dhe kur shikojmë Krishtin, po prap na shkon mendja te kryqi i Krishtit. Janë një simbiozë e Krishtit me kryqin. Prandaj edhe neve, të cilët pagëzohemi në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, në vdekjen dhe me ngjalljen e Krishtit dhe bëhemi krishtër, ne që në momentin që pagëzohemi, prifti bekon kryqin vet ose nëpërmjet nunit, na vë kryqin i qafë. Dhe çfarë thot? Thot ato fjalë që tha Krishti. Kush do të vi mbas me të mohoj veten e tij, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas çdo ditë. Pra, është i domosdoshëm mbajtja e kryqit në qafë dhe në asnjë mënyrë nuk do të largohet nga qafa deri në ditën që ti do të vdesësh. Kuptohet, edhe në qoftë se kryqi humbet, kaputet, kjo nuk do të thotë se do mbetim pa kryq. Do vëmë një kryq tjetër. Rëndësi ka nuk do rrim pa kryq. Sa herë që shikojmë veten pa kryq, duhet të alarmohemi dhe menjëherë duhet të mbajmë shenjën e kryqit. Si mund të jetë i qetë një ushtar që është në mes të luftës, dhe shikon armën e tij pa fishek? Si do luftojë ai? Kështu është dhe me neve. Në qoftë se ne jemi pa kryq në qafë, jemi pa fuqinë e Zotit. Dhe armiku ynë, që është, si them, është vërdall nesh, është rreth nesh, dhe është i padukshëm, që është djalli dhe demonët, patjetër që do na mundin. Kështu që ne gjithmonë duhet të mbajmë kryqin në qafë. Por jo vetëm të mbajmë kryqin në qafë, ne duhet të bëjmë shenjën e kryqit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne të krishterë ortodoks jemi thirrur ta bëjmë shenjën e kryqit në një mënyrë
Krejndryshe nga që bën gjithë ata që quajnë veten të krishterë, por që janë heterodoks, jo ortodoks. Pra e bëjmë kryqin me dorën e djathtë, që është dora e fuqisë, dora e bekimit. E bëjmë kryqin me tre gishtat e parë, që simbolizon i pari Atin, i dyti Birin, i tjetri Shpirti i Shenjtë, që i bashkojmë në një pikë për treguar se ne nuk besojmë në tre perëndira, po në një perëndi në tri persona, dhe bashkojmë dy gishtat e fundit të dorës poshtë për treguar dy natyrat e Krishtit, perëndi dhe njeri, vullnetet e tij, energjitë e tij që janë edhe hyjnore dhe njerëzore, dhe bëjmë kryqin e emrit të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë, amin, dhe që ka kuptim, Zot, shenjtëro mendjen time, Zot, shenjtëro dëshirat e mia, Zot, jepi fuqi vullnetit tim, pra më ço nga e djatha jote, po mos më ço nga e majta. Pra, të gjitha këto kanë një kuptim në simbolin e bërjes së kryqit. Dhe bërja e kryqit nuk është thjesht vetëm për treguar se ne jemi të krishterë, po bërja e kryqit është armë kundër demonëve, të cilët kur shikojnë kryqin e Krishtit kujtojnë Krishtin që i mundi në kryq dhe ikin të tmeruar, por është e shenjë bekimi. Çdo gjë që sjell Krishti te neve si bekim dhe fuqi të Perëndis nëpërmjet kishës e sjell me anë e kryqit. A keni parë ju që të gjithë klerikët të krishterë ortodoks nuk bëjnë asnjë veprim, nuk bekojnë asgjë, nuk shenjtërojnë asgjë për t'ia dhënë besimtarëve pa bërë shenjën e kryqit. Pra edhe ne laikët gjithmonë bëjmë shenjën e kryqit kur ham diçka, kur pim diçka, kur nisim një rrugë, kur mbarojmë, kur nisim një punë, kur ngrihemi, kur zgjohemi, kur flëm, pra gjithmonë bëhet shenja e kryqit. Dhe nuk duhet i shmanget bërjes së shenjës së kryqit, as nga turpi ndaj të tjerëve, as nga frika. Sheh Grigor Pallamaj thot, ai që i shmanget kryqit, shmanget nga vetë Krishti. Kush nuk e përjeton kryqin me dashuri, mbetet i verbër për dritën shpirtërore. Pra, janë shumë të thella gjërat. Mos bërja e shenjës së kryqit nga frika dhe pabesia, edhe kur je në ambient me njerëz të tjerë, ose kur kalon përpara një vendi të shenjtë ose një kishe dhe ti nuk e bën shenjën e kryqit, ose e fshe kryqin, sepse nuk do që të përgojohesh ose të ndikohesh ose të kontrollohesh, ose të persekutohesh nga tjerët, të gjitha këto janë mohim. Dhe nuk do thuash ti që unë e mohoj Zotin, boll që ke bërë këto veprime, ky është mohim. Prandaj shumë e rëndësishme. Shikoni çfarë thot një tjetër shenjtor, Shën Joan Gojarti. Mungesa e kryqit në zemër është hapësirë për tundim edhe mëkate. Ai që mohon kryqin nuk ka mburoj kundër djallit dhe vdekjes. Pra, mungesa e kryqit në zemër janë në dy kuptime, edhe fizike, edhe shpirtërore. Fizike, pra mbajtja e kryqit dhe kryqin nuk e mbajmë në përduara, në përkëmbë, siç ka ndodhur sot, vë njerëzit byzylyqe me kryqin, vënë unaza me kryqin, ndonjëherë i bëjnë tatuazhe, kam parë dhe që i bëjnë dhe në përkëmbë, dhe kjo duket se është normale, ose i vënë dhe në përvath, nuk është fare normale. Kryqi nuk është bizhu, nuk është stoli, kryqi është shenja e Krishtit, dhe shenja e Krishtit vjet në vendin më të nderuar që ka njeriu, zemra e tij. Atje ku është zemra, është edhe shpirti. Aty pra qëndron kryqi. Kryqi qëndron mbi zemër, por edhe brenda zemrës. Mbi zemër qëndron me simbolin e kryqit. Brenda zemrës qëndron me besimin ton. Prandaj, kryqi është mbi zemër dhe në zemër. Ndryshe nëse nuk e ka kryqin zemra, pra jashtë edhe brenda, atëre, siç thot edhe Shën Joan Gojarti, është hapësirë nga përtundime dhe mëkate. Djalli gjen një vend bosh, pa roje, pa shenjën e Krishtit. Thot më takon mua. Prandaj hyn kaq lehtë në mendjet tona, në trupat tan, në shpirtrat tan, në jetën tonë, sepse nuk shikon kryq. Pra shikoni sa të rëndësishme janë gjërat dhe sa gabime bëjmë për këto që duken të pa jo shumë problematike, madje janë punë fanatizmi, thonë disa. Shën Efrem Siriani thot, ai që nuk e bën kryqin, nuk do di çfarë do thot dashuria e Perëndis dhe nuk do të gjej paqe të vërtetë. Pra, dashuria e Perëndis, të dashur të krishterë, nuk është thjesht retorik që neve themi që na do Perëndia e tjera e tjera. Perëndia nuk thot vetëm fjalë të bukura. Perëndia bën vepra madhështore që nuk mund t'i bëj askush. Kush është dashuria e Perëndis e treguar për njerëzit? Kryqi.
Aq shumë me deshi Zoti botën, sa dha birin e tij që kushdo që të besojë tek ai mos të humbas, po të ketë jetë të përjetshme. A ka dashuri më të madhe se kjo të japësh jetën për miq, thot Krishti? Për çfarë po flet? Edhe Perëndia, edhe Krishti, po flet pra për kryqin. Aty Krishti në kryq tregoi dashurinë e Perëndisë për njerëzit, dashurinë e Krishtit për njerëzit, dashurinë e Shpirtit Shenjtë që e bëri të mundur kryqëzimin e Krishtit për njerëzit. Perëndia triadike e tregon dashurinë e tij në kryq për ne. Kështu që kryqi nuk është thjesht një simbol i rastësishëm. Është shprehje e dashurisë së Perëndisë, dhe nëse ne nuk e pranojmë kryqin, e mohojmë kryqin, nuk e bëjmë kryqin, ne fyejmë dashurinë e Perëndisë. Dhe pastaj ankohemi se Perëndia nuk na do. Po Perëndia thot, ti nuk e do dashurinë time, ti e poshtë dashurinë time. Atëherë çfarë kërkon prej meje? Kjo pra është të dashur krishterë edhe paradoksi që kanë jo vetëm njerëzit, po flasim për të krishterët, që edhe pse janë krishterë ankohen se Perëndia nuk i do. Po si nuk i do? Po shikoni pra çdo ditë kryqin e Krishtit, Krishtin e kryqëzuar, dhe aty tregohet se ai na do për mbi jetën e vet. Dhe Perëndia ati dha gjën më të shtrenjtë, dha birin e vet. Dhe Shpirti i Shenjtë i krevi të gjitha për dashurinë e Perëndisë ndaj nesh. Prandaj askush nuk mund të ketë të drejtë, dhe madje është blasfemi të thuat që Perëndia nuk na do. Por do thotë që ne nuk e duam Perëndinë dhe nuk e pranojmë dashurinë e Perëndisë, kjo është një tjetër gjë. Prandaj Etrit e Shenjtë na thonë që të kemi kujdes në mbajtjen dhe bërjen e shenjës së kryqit. Pa kryq njeriu humbet forcën për të përballuar vështirësitë. Pra është ajo që tham, është si ajo arma pa fishek. Ka tundime të mëdha, është ngamojimi i kryqit, fillojnë epshet, egoizmi, mëkatet, vdekjeprurse, vetëm nga një mojim. Sepse thash që djalli në atë moment që na vëzhgon 24 orë, në 24 ai kur shikon që ti e heq kryqin, nuk e bën shenjë kryq, e mohon kryqin nga turpi dhe frika, atëre ai menjëherë sulet. Shikoni sa e rëndësishme është mbajtja e kryqit. Mos ju shmang kryqit, sepse vetëm duke marrë atë njeriu fiton ringjalljen dhe shpëtimin, thon Etrit e Kishës. Kështu që të dashur të krishterë, le të bëjmë kujdes. Jo vetëm në këtë ditë që është e diela e kryqit, në këtë periudhë mes kreshmes, por gjatë gjithë jetës sonë, kryqin duhet ta mbajmë, kryqin duhet ta bëjmë dhe duhet të jetojmë një jetë kryqi. Por edhe në qoftë se ne për një moment bëm një gabim, e hoqëm kryqin, nuk i dham rëndësi, ose aq më tepër e mohuam shenjën e kryqit, nuk e bëm nga frika, ose nga turpi. Atë edhe kur ta kuptojmë këtë, nuk duhet dëshpërohemi. Por menjëherë duhet shohemi. Dëshpërimi është mëkati më i rëndë, sepse dëshpërimi është i thuar Zotit që ti nuk më shpëton. Prandaj nuk ka mëkat, ta vendosim mirë në mendje këtë dhe në zemër, që nuk fal Perëndia. Por ai që dëshpërohet, ai nuk fal veten. Dhe kur ti nuk fal veten, çfarë pret të fal Zoti? Prandaj, edhe kur e kuptojmë se kemi bërë një gabim të tillë, pra kemi mohuar kryqin e Krishtit, duhet menjëherë të çohemi. Duhet të themi, Zot, falm, gabova, u tregova i pabez, u tregova frikacak. Më shumë më interesoi opinioni njerëzve se sa marrëdhënia me ty. Zot, më fal. Shënja Angojarti thotë, pendimi i sinqert kthen zemrën drejt kryqit dhe sjell paqe. Që do të thotë, ne duhet të kërkojmë falje, dhe duhet të korrigjojmë gabimin. Pra, e kuptuam se bëm gabim, edhe kur e dëgjojmë këtë takimin ton. Prandaj në Kisha Ortodokse i bën këto biseda duke shfrytzuar dhe mediat. Pse i bën? Jo për një informacion, për të kaluar kohën, por ky është katekizëm, pra është mësimi i Kishës që të gjithë nxitemi, duke filluar nga unë që ju flas dhe ju që shikoni dhe dëgjoni, që të vazhdojmë të bëjmë mirë ato që i bëjmë mirë dhe të korrigjojmë ato që i bëjmë keq. Dhe menjëherë të marrim shenjën e kryqit, ta vendosim me qafë, të pendohemi kur nuk e kemi bërë dhe të marrim angazhim që do ta bëjmë dhe ta ushtrojmë veten tonë. Prandaj ky është pendimi. Pendimi nuk do thotë po kam bërë gabim edhe do qëndroj në gabim.
por pendimi është ta pranosh gabimin dhe të bësh të kundërtën e gabimit, është rikthimi nga rruga e gabuar. Shën Efrem Siriani thoshte, edhe një kryq i vogël, kur bëhet me dashuri mbron shpirtin. Pra, është dhe kjo shumë e rëndësishme. Nuk është nevoja të bëjmë një kryq hiperbolik që të na i shikojnë të gjithë e tjera. Jo, kryqin do ta bëjmë me thjeshtësi, në mënyrë të përkor, pra në mënyrë dinjitoze. Nuk është nevoja të bëjmë shumë herë shenjën e kryqit, mjafton një shenjë e kryqit që bëhet në mënyrë korekte, me besim, me përullësi. Ajo është një fuqi nukleare kundër të keqes, edhe që na mbron dhe na shpëton. Prandaj të kemi kujdes edhe për këtë, sepse është dhe një tundim tjetër, se djalli është marifetçi i madh, është babai i gënjeshtës. Ai për ata që nuk i hedh duke mohuar kryqin, i thot, bëheni kryqin, por i nxit ta bëjnë kryqin në mënyrë të parregullt, i nxit ta bëjnë kryqin shpesh dhe asnjëherë në mënyrë korekte. Pra, shenja e kryqit bëhet në mënyrë frenetike, na thot Shënja Angujarti. Dhe çfarë thot? Thot në tilla raste është demoni thot që drejton dorën e tyre. Pra, kur ne bëjmë shenjën e kryqit shumë. Pra, unë po bëj disa veprime që i bëjnë të krishterët zakonisht, edhe kur vinë në kish ose kur janë në rrugë, ata mendojnë se bën shenjën e kryqit, pa nuk është shenjë e kryqit. Nuk është shenjë e kryqit. Më mirë mos e bë fare, se sa ta bësh në atë mënyrë është tallje, është ofendim, është në kufit e blasfemisë, është mohimi. Prandaj duhet ta bëjmë shenjën e kryqit mirë, sakt dhe mjafton një herë ose disa herë, por ta bëjmë në mënyrë korekte. Ndryshe nuk ka vlerë, nuk ka vlerë. Në këtë ditë neve mësojmë, si thash edhe në fillim të bisedës sonë, edhe troparin o Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, duroj shprestarë fitore mbi barbarat dhe ruaj shtetin tënd me anë e kryqit tënd. Pra është një tropar që ne duhet ta mësojmë, siç mësojmë edhe shumë këngë të tjera, edhe shumë gjëra poezi përmendesh, ne duhet mësojmë dhe himnet e kishës. Duhet jenë pjesë e jetës sonë, e kulturës sonë, sepse këto nuk janë vetëm poezi të bukura, por ato kanë fuqi. Dhe kur ne i themi, fjala bëhet, pra lutja bëhet, dhe kur ai shoqërohet me shenjën e kryqit, bëhet patjetër. Fuqia e Krishtit është me neve dhe çdo gjë kundërshtare largohet e mundur dhe e turpëruar të dashur të krishterë. Prandaj, le të kemi parasysh të gjitha këto gjëra që dëgjuam dhe të vim në kish, në këtë mes kreshme, të përballemi me kryqin e Krishtit, të falenderojmë Perëndin Ati, Birë dhe Shpirtin e Shenjtë për dashurinë e tij flijuese ndaj neve njerëzve, të falenderojmë Isu Krishtin, qingjin e Perëndisë që shlyen mëkatet e botës, mëkatet tona, të falenderojmë Shpirtin e Shenjtë që i bëri të mundura të gjitha dhe kryqëzimin e Krishtit për ne mëkatarët, të pendojmë për mëkatet tona që e quan Krishtin dhe e çojnë atë në mënyrë mistike në kryq, të angazhohemi që të marrim kryqin çdo ditë, të mohojmë veten, e të ecim në gjurmën e kryqit ose të Golgothas drejt Krishtit kryqëzuar, që të bashkërizohemi me të, që të ngjallemi me të dhe takohemi me Krishtin e ngjallur në Pashk, dhe kështu pra të vazhdojmë këtë udhtim të bekuar të kreshme të mëdha, me kuptimin dhe fuqinë e kryqit të Krishtit. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në bisedën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.